Ti the, është një traditë e paharrume, sepse mahen mend, ndoshta edhe tonë bota, se e dina shumë mirë për Gjergj Kastriutin që jo shpatën e ka në muze në Austri, atë tjetër nuk e di, ndoshta edhe ka në Lviz, jo diçka e ka në atje. Heroj që ka për 25 vite ose më shumë, ka luftu edhe ka përmemrojt Shqipnin, për flamurin ton, për drejtat për këta që jena sot, prej atje mandejnën të Ismail Qemali, vazhdon për me kenë na ku jena sot këtu. Pra këta herojnë, këto binonash, Isa Buletini, ton këta njerëz që kanë luftu me vite, me shekuj, për me kenë këto që jena me kenë krenar të flamurit që majmë kuqezi Shqiponjen me dy krejna. Sepse këto ishin ai shemulli që i mlollen gjithë shqiptarët prej tanë trojeve, si për shembull Luiç Gorakuqi, që erdhi prej Shkodrës, Isa Buletini, kanë mlell shqiptar prej marrë trojeve shqiptare me diftu që vetëm dë bashkum na mund t'ja arrijmë çdo gjaje. Pra është e bën një krahasim aq të bukur, se është e vërtet, janë nis prej çdo cep nga një delegat për mu bashku tanë në Vlorë, kur qone flamurin, për atë regune kjo bashkia, edhe na duhet me kenë bashkum, edhe kja është aja dëshira jonë, që dona me kenë bashkum, edhe kam përsërit, ndoshta edhe përsërit se bëhem e bezdishme, po kja dashnia është e mrekullueshme. Bashkimi ban fuqi, edhe na ma mirë t'jena tanë të bashkum, edhe ta thojmë gjithmonë një fjalë të mirë me tanë dashnin, edhe mas shofim osa i nade ka markun, i to ma ka pru, por mas tojmë dhe më thanë, mas të mundona mi ba kujt keq, por të bana bashkë edhe ta qojmë Shqipnin edhe zanin e Shqipnis sa ma nelt. Dhe të bashkona jo vetëm me fjalë, të bashkona tanë bashkë me zemër.